Bismillah. Përshëndetje, kuzhina Nerit. Sot kam vendosur përgatitë samuna të mbushur me sugjuk që ka një shije perfekte. Krejt që kanë nevojitën spori për brumin janë 700 grame miell, 350 ml qumësht të ngrohtë, një lugë të mesme plot me krip, një lugë të çajit pra me sheqer, 20 grame moja të bukës të freskët ose 10 gram paqeta që ka moja të bukës pluhur, 2 lugë të gjellës me kos për ndryshë jogurt, 50 ml me vaj, si dhe një vezë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek qumshti i ngrohtë shtojna kripen, sheqerin, mojen e bukës, vajin po ashtu, edhe i përzina me tel të dorës. Mbushjen e bojna pra me sugjuk, ketchup edhe me djath kaçkaval ose mozzarella që bëhet ju qëllon, për mi i bina samunat me kuq të vezë, përzije pak me qumsht edhe thorat e sosonit. Përzime po qumsht derisa të trete sheqeri, moja e bukës edhe kripa. Tek mielli shtojna një vezë edhe 2 lugë të gjellës pra me kos. Moja e bukës së shtretur me sheqerin dhe kripen, bismillah shtojna krejt përbërësit pra tek mielli edhe përzina brumin me mikser ose me duar që doni ju. Edhe brumin e kemi përzi, tash tek drosa kemi gjit pak miell, edhe qesim brumin e ngjeshim pak edhe prapë kthejna tek ena ku e mbulojna enën pra me një nylon ose folje të kuzhinës nylon që të dyfishohet brumi për 45 minuta. Një brum i butë që ngjitet për duar. E ngjeshim. Tash pra morrim një enë, pasi që e kemi ngjesh edhe brumin e butë edhe qesim në një enë, e mbulojna me nylon e lëna për 45 minuta. Hajde, mashallah, me bismillah, mbas 45 minutave, edhe brumi është të fishuar, e largojna edhe foljen e nylon. Morrim pak miell, edhe e qesim tek terrasa, tek kuzhina. Morrim pak miell, edhe brumin që është të fishuar e qesim pra tek terrasa ose tek kuzhina këtu. Samuna që kanë një knoq, ani me sugjuk që kom shti vetë. Po, s'ka ma mirë, sugjuk të Kosovës. E ngjeshim. Brumi pra i butë, si që përshepni ngjitet për duarve. E morëm tash të një të holluse. E shtrina krejt brumin, kështu kolaq si kurse i bukës.
Mbase e kemi shtri brumin, tash morëm një pjatë edhe me pjatë shtë unë të pjatës pra i nxerrim format. Tepsin e kom ly me gjalp ose me vaj, qërtani. Vezën, një kusht të vezë, e kom përzi me pak qumsht. Sogjukun e kom danë cupa, normal e kom kom qëru pra. Ketchupin, djatin, kachkavall ose mozzarella, edhe fare të susumit, të gjitha janë anësh. Brumin prapë e bashkojnë e ngjeshim edhe shtrina me të hëlluse. I lojnë aspari anësh. Tash morrim ketchupin. Morëm copat e sugjukut. Këtu shkon aja konga oj Kosovë, oj nana ime, donë se jam e mërguar, dashnin tënde, zemra njerit, kur s'ka me harruar, aja është për gjithë neve. Era për ndryshe aroma Kosovë. Tash morëm djathën, kachkavall pra ose mozzarella, çfarë tjerë qëllon. Furrën e kom çu me nxehtë temperaturë 190 gradë. Mbasi ja kemi qit pra sogjukun, edhe djathën kachkavall, edhe ketchupin, tash i mbyllëm pra sa mundet me gishtet qëtë. Edhe ja u kthejna këtë rrethin, se kurse katë merit ku qisin pite me gisht. Ranojna pak qëto dhe qesim pra në tepsinë e lyer me gjalp. Deri në fund e pështjellim sikurse samunin e parë. Duke i ranuar çdo qoshe me gishta pra. Edhe duke i mbyll qoshet me këtë rrethin. Sikurse këtë merit. Edhe samunat i kemi rendit të gjithë në tepsi,
Morën pra të kusht e ves që kemi tundur pak me qëmsht ftaft normal edhe lyna sa munat për mi. Mandej qesim farat sosomet edhe me njerë e fusim pra tepsin e furën e nxehur temperatur 190 gradë. Tash marrim farat e sosomit. E u qesim për mi, pra edhe njëherë si shtash, po them me njëherë fusim tepsin në furrën e nxehur, temperatur 190 gradë. E kemi hek tepsin prej furrës, sa munat i kemi pjek temperaturë 190 gradë për 25 minuta. Janë pjekur shumë mirë, si për funi ashtu edhe për mi. Nëse doni me lëmë pak më ftof, i mbuloni me një salvet, nëse s'doni të nxehet edhe kanë mjo knoq. Nëse i provoni ju lumshin duart e ju befshin mirë. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni komente të bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them miru pafshim.